Një investigim i rrjetit mediatik Balkan Insight rreth kostos së ndërtimit të autostradës Durrës-Kukës dhe Kukës-Morin-Merdarej, që siç njihet ndryshe edhe rruga e Kombit, kanë nxjerrë në pa shifra tronditëse, të cilat kanë rënuar thuajse plotësisht buxhetet e shtetit shqiptar dhe atij kosovar. Dy vendet më të varfra të Ballkanit kanë paguar 2 miliardë euro për vetëm 137 kilometër rrugë. Shifra skandaloze që në vetvete përbëjnë edhe një nga skandalet më të mëdha financiare të historisë moderne të Shqipërisë dhe Kosovës. Balkan Insight nënvizon përgjatë këtij investigimi se këto shpenzime super të mëdha kanë tharë arkat e shtetit edhe përpasoj kanë devijuar fondet e parashikuara për projekte zhvillimi si shkolla, spitale, rrugë dytësore e të tjerë. Por ajo që të trondit nuk është vetëm fakti se janë shpenzuar miliarda, por edhe fakti se rruga e Kombit që prej ndërtimit nuk ka sjellë ndonjë leverdi të madhe ekonomike mes dy vendeve, pasi tregtia mbetet në nivele shumë të ulta. Balkan Insight shkruan se rruga u ka kushtuar shqiptarëve në dy anët e kufirit sa dy fishi i kostos fillestare. Kontratat u nënshkruan me kompaninë amerikane Bechtel, pavarësisht kundërshtimeve nga Banka Botërore dhe diplomatë të lartë të Bashkimit Evropian. Në rastin e Shqipërisë, kontrata fillestare ishte për të ndërtuar 61 kilometër rrugë për 418 milion euro. Në fund, sipas një emaili të dalë nga ish-ministri i Financave Ridvan Boda, ky aks ka kushtuar 950 milion euro. Historia është po kaq e zymte edhe në Kosovë, ku kostoja fillestare ishte 400 milion euro dhe më pas u rrit në 838 milion euro për 77 kilometër rrugë. Byrne ka arritur të marrë edhe një intervistë nga një prej anëtarëve të komisionit të tenderit në Shqipëri, që vendosi të jap kontratën kompanisë Bechtel. Niko Naska ishte i vetmi anëtar shqiptar në komisionin e tenderit, por dha dorëheqjen pas një dite, ndërsa kontratën e nënshkruan 4 anëtarët e tjerë. Qeveria e asaj kohe më telefonoi një natë më parë dhe më thanë se isha zgjedhur nga kryeministri Sali Berisha, që kishte thënë shumë gjëra të mira për mua, por unë nuk dija asgjë për tenderin. Si mund të bëhesha pjesë? Tha Naska. Pyetja ime e parë ishte kjo: a ka një projekt? A e ka shqyrtuar dikush me kujdes? Por nuk kishte asnjë projekt. Si mund të ndërtosh diçka pa një plan ndërtimi, sidomos kur bëhet fjalë për një projekt gjigant që shkon nga 400 milion deri në 1 miliard euro? Si mundesha unë, një inxhinier me përvojë që ka ndërtuar centrale dhe porte, të bie në një nivel të tillë dhe të bëhem pjesë e këtij tenderi? Citohet të ketë thënë Naska. Shpenzimet për ndërtimin e rrugës së Kombit do të vijojnë të japin pasoja në ekonominë shqiptare edhe për shumë kohë, po të kihet parasysh se kjo rrugë është ende pas një leverdi ekonomike.